Po, Anila të përshëndeset. Unë ka përfunduar mbledhja e parë, duhet thënë normale, e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore, ku anëtarët e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në diskutim dhe në këtë mbledhje janë prezantuar dhe miratuar 6 ekspertët që do të merren me reformën zgjedhore dhe më pas do të paraqesin Komisioni draftet e tyre përkatëse, përkatësisht 3 ekspertë nga Partia Demokratike dhe 3 ekspertë nga Partia Socialiste, të cilët do të punojnë në muajt në vijim për të hartuar draftin e kodit të ri zgjedhor që do të miratohet më pas nga parlamenti. Në fillim të fjalës së tij, Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i reformës së posaçme për zgjedhje, tha se pavarësisht që drafti kërkon 71 vota në parlament, Partia Socialiste synon që atë ta miratojë me konsensus të gjitha palëve dhe me numrin maksimal të votave, duke lënë hapësirë pra dhe për Partinë Demokratike për të bërë një draft të përbashkët. U fol fillimisht për ligjin për financimin e partive politike jashtë fushatës zgjedhore, që nuk ka shumë diskutim fakt, sepse është një pikë që palët bien dakord pasi kështu ka nisur komisioni, duke shqyrtuar çështje që janë më pak të diskutueshme dhe më pas do të hyjnë ato çfarë i ndajnë çështjet e tyre. Nga ana tjetër, Oer Bylikbashi nga Partia Demokratike dhe Fatmir Mediu nga Partia Republikane kanë sugjeruar antarëve ekspert, duke thënë që duhet të përgatisin një kod zgjedhor që është për qytetarët, pasi sipas tyre rreth 70% e deputetëve aktual të kuponit janë të emëruar përkatësisht nga kryetarët e partive dhe jo të zgjedhur për shkak të listave të mbyllura, ndërkohë që Gjiknuri ka thënë se edhe Bashkimi Evropian ka rënë dakord për të pasur një ekspertizë në këtë komision dhe për të ndihmuar Parlamentin e Shqipërisë, përveç se OSBE që ka konfirmuar ekspertizën dhe Parlamenti i Shqipërisë do t'i dërgojë për opinionin përfundimtar edhe Komisionit të Venecias. Për batut në fund, nisur nga numri i lartë i ekspertëve që do të marrin pjesë në këtë komision, Ulcimania ka thënë se nuk është çudi që duhet të kishin edhe ekspertë të bordit të paqes dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë komision. Dhe në çfarë konteksti këtë të fundit, Isa? Nisur nga numri i lartë i ekspertëve që do të jenë të përfshirë në fakt në komision, qoftë ekspertë të brendshëm, por qoftë edhe ekspertizë të jashtme, por sigurisht ishte një batut për ta tensionuar situatën në komision. Shumë. Ndërkohë, cila do të jetë vazhdimësia, pra ka një datë të caktuar për mbledhjen e ardhshme dhe a do të jetë Partia Demokratike pjesë konstruktive e diskutimeve në vazhdimësi? Po, Partia Demokratike do të vijojë të marrë pjesë në mbledhjet e Komisionit të Posaçëm, ndërkohë që Trueza e Radhës ende nuk është vendosur, pasi do të jetë në një bashkëbisedim mes Oer Bylikbashit dhe Damian Gjiknurit për të vendosur një datë që u përshtatet të dy palëve. Mirë, nëse mund të ndalemi pak më shumë sa i përket komisioneve për territorialen dhe zgjedhore, në mënyrë të përsëritur të paktën ato çfarë janë thënë kërkesa, qoftë nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, ku janë në një mendje dhe ku ndoshta partitë ndahen dhe nuk gëzojnë dakordsi. Janë disa çështje madhore që i bashkojnë partisë, siç është nevoja për të ndërhyrë në një draft për shembull të reformës zgjedhore, por dhe për të inkorporuar të gjitha rekomandimet e OSBE-u deri që janë bërë ndër vite tani më dhe që nuk janë futur kurrë në kodin zgjedhor. Këto çështje i bashkojnë partitë, por detajet padyshim ndajnë. Sistemet zgjedhore kanë se si duhet të jetë sistemi zgjedhor, padyshim që e ndan Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste dhe të gjitha palët të mundohen të gjejnë një mes të artë. Sa i përket reformës administrative territoriale, Partia Socialiste sugjeron më pak bashki në Shqipëri, ndërkohë që Partia Demokratike sugjeron më shumë bashki në Shqipëri. Ndaj do duhet një bashkëpunim i mirë mes partive politike dhe mes ekspertëve për të zgjedhur të mesmen e artë, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë. Dhe sa i përket afateve kur partitë duhet të arrijnë të gjejnë dakordsinë, sepse kemi parë që historikisht ka ndodhur që vetëm pak kohë para zgjedhjeve në afatet e fundit, duhet thënë që ndryshimet janë miratuar. A ka sinjale, nëse mund të citoj kështu, që këtë herë do të ndodhë diçka ndryshe? Të dy komisionit kanë një deadline deri në 8-ën e fundit të muajit korrik, por kjo do të varet pastaj nga gjithë punat që do të bëjnë dy komisionet e posaçme. Nuk dihet nëse do ta kapin këta afat për shkak se janë shumë pak muaj deri në muajin korrik, sepse të dy reformat janë voluminoze dhe do duhet ndërhyrje e thellë në ligjet e vendit.